sido që të jetë, përpara meje, me shpatet e tyre, ata në mihrab e sakrifikuan një njeri tjetër të shtypur, Alin. Vëlla, ai, edhe të gjithë ata që janë besnik atij, i përkasin në racës son të përvuetur. Ai e përdori bukurinë e fjalëve që të flasë për shpëtimin dhe pikëllimin tonë. Për herë të parë, ai foli për bukurinë, jo për të shpjeguar varfërinë e për të përleshur me fuqi, por për shpëtimin dhe vetëdijen tonë. Ai foli më bukur se Demosteni, jo për të fituar të drejtët e tij, por për të drejtat tona. Ai foli më bukur se folsi i lujt të 11, por jo në oborin mbretëror. Ai klithi për të gjithë njerëzit e shtypur e kundër të fortëve. Nuk e përdori shpatën e tij që ta mbrojë vetveten, familjen e tij, rasën apo vendin e tij, por që të mund të fuqishmi. Atë përdori më mirë se Spartaku dhe me një sinqeritet që se kemi njohur më parë. Ai mendonte më mirë se Sokrati, por jo për t'i dëshmuar virtytet bujare, morale, që për skllëvrit ishin të ndaluara, por për t'i dëshmuar vlerët e njeriut që për ne kanë domethënie të madhe. Ai nuk është trashëgimtar i mbretit, i faraonit apo i priftit të magit. Ai nuk ka për vetë as mihrab, as xhami. Ai e sakrifikoi veten për altarët tanë.